nuk mund më të mbajnë bëjnë pjesë e lojës globale për të mbajtur piramidën, atë piramidën e parë që kishin. Për të mbajtur atë piramidën e parë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kuptuar që Irani është Chelsea. Pse Irani është Chelsea? Sepse nëpërmjet Iranit kontrollojnë gjithë naftën në lindjen e mesme dhe të gjitha rrugët e kalimit të naftës, të gazit kalojnë në lindjen e mesme, me tubaciona, me gjithçka. Dhe përfundojnë atje, siç e tham në një program tuaj para disa kohësh, përfundojnë në Mesdhe. Mesdheu, se ti ke marrë Iran, ke Mesdheun, se ke Greqinë dhe ka edhe Mesdheun. E dyta, jo ku e kemi Iranin drejton, e kemi me Donald Trumpin. Pra, komplet këtë dhe ti kontrollon të gjitha rrugët e kalimit në Iran, të naftës, të gazit, edhe ato detare dhe ato toksore. Pra kemi edhe ato detare dhe ato toksore. E para, e dyta. E dyta ti luan me çmimin e naftës. Pra në rast se ti arrin të marrësh Iranin në kontroll, ti luan me çmimin e naftës, duke luajtur me çmimin e naftës, e ul atë, duke ulur atë, atëherë çfarë bën? Ti falimenton Rusinë, Kinën dhe Venezuelën, të cilat janë prodhuesit më të mëdhenj të energjisë. Pra s'po bëhet çfarë për energji. Pra ti falimenton këta të tre në momentin që ti e kontrollon Iranin. Dhe kjo është e dyta. E treta ka të bëjë me Iranin e përdor si një port për në Azinë Qendrore. Pra si shtam, shive, ka thirrur këta persona. Pra, Turkmenistanin, Kazakistanin, Uzbekistanin, Kirgistanin. Dakor? Edhe Tagjikistanin, po. Por në të gjitha këto, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë si ofrojnë. Pse nuk kanë si ofrojnë? Atëherë, Pakistanin Afganistanin nuk e kontrollojnë. Kinën e kanë jashtë kontrollit, Rusinë e kanë jashtë kontrollit, Iranin jashtë kontrollit. Atëherë, nëpërmjet Rusisë dhe Kinës nuk vin dot, nëpërmjet Afganistanit nuk vin dot. Atëherë nëpërmjet Iranit. Pra Irani është dera hyrëse, porta hyrëse e pasme në Azinë Qendrore. Irani? Po. Pse jo Turqia dritan fjalë? Nuk mund, sepse Turqia nuk ka lidhje me Uzbekistanin, Kazakistanin, nuk kalon. Pavarësisht është me stan. Sepse nisën me takimin, pra që nisën, prandaj është takimi i vendet Azisë Qendrore. Por këto Azinë Qendrore aktualisht sot nuk i shkojnë dot në dim. Nuk ka me çfarë ti menaxhoj. Por nëpërmjet Iranit, pra në rast se e merr Iranin, jo ta pushtojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po Irani tërëzoj qeveria dhe një qeveri pro-amerikane, kjo është një idesë tyre. Atëherë nëpërmjet Iranit, ata është porta hyrëse në këtë Azinë Qendrore. Po. Nëpërmjet Iranit. Ja ku është Irani aty, Turkmenistani. Po, Turkmenistani, Uzbekistani, Tagjikistani, Kirgistani, Kazakistani. Pra, nëpërmjet Iranit të hyn në Azinë Qendrore si port hyrëse ekonomike që e ke nën kontroll. Kjo është gjithmonë nëse Irani. Po pra, prandaj bëhet lufta, prandaj lufta me Iranin, prandaj lufta që u bë 12 ditore. Me Iranin është lufta amerikane, nuk është lufta izraelitëve. Është izraelitët, pra e bën për interesin amerikan atë luftë. Pavarësisht se objektivi mbetet rrëzimi i regjimit. Absolutisht, dhe me marrjen e Iranit, pra me rrëzimin e Iranit, atëherë rivendoset prestigji amerikan. Dhe kjo piramida që tham, mbetet edhe për shumë arsye. Pra marrja e Iranit ka bërë sepse marrja e Iranit i nevojitet Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbajtur piramidën dhe këtë kontrollin jo vetëm mbi Kinën dhe Rusinë nesër, për shkatruar Kinën dhe Rusinë, po edhe mbi aleatët e vet. Cilat janë aleatët e vet? Aleatët e vet kryesor janë aktualisht Japonia dhe Korea e Jugut. Nga Irani, Kina merr sot nga Irani 60% të nevojave të saj për naftë merr nga Irani. Po. Kina. Ama Japonia merr 70% të nevojave të saj për naftë merr nga Irani. Korea e Jugut merr 90% nga Irani. Nga Irani. Dhe në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës e marrin nesër në kontroll Iranin, pra në influencën e tyre. Atëherë jo vetëm që kontrollojnë Kinën edhe Rusinë, po kontrollojnë edhe aleatët e tyre, sepse kush kontrollon energjinë? Po. Kontrollon gjithë pjesën tjetër, sepse kjo energjia pastaj çon tek industria. Pra te prodhimi i industrisë. Dakor. Dhe jo, si do ta mbante domethënë ky korridor atë piramidën që diskutuam. Absolutisht, sepse ky korridor do ta mbronte piramidën në rast se merr këtë korridor, automatikisht pra nuk ka më ndryshim të kësaj piramide. Pra vendet, të gjitha këto vende që bëhen aleatë të Shtetit Bashkuara të Amerikës, që bëhen vasale të Shtetit Bashkuara të Amerikës, nuk e ndryshojnë piramidën, domethënë këto vende të cilat kanë të gjitha këto vende që shihni juve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vende, të cilët kanë burimet kryesore, hiq Rusinë që kanë burimet kryesore të burimeve natyrore në botë, këto nuk mbeten pra duke qëndruar nën vasalitetin amerikan, nuk bëhen më vende vendimmarrëse, po mbesin nën vasalitetin amerikan dhe është Amerika ajo që me qeverit vasale të këtyre vendeve ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës do vazhdojë të mbajë kontrollin e prodhimit dhe të shpërndarjes dhe të shitjes të këtyre burimeve njerëzore dhe gjithçka do të bëhet në dollar. Pra sërish mbetet dollari dhe duke mbetur dollari mbetet Amerika në krye. Pra hegemonia saj mbetet në krye. Në momentin që bie dollari, nuk mbetet më hegemonia dhe këto vende zëvendësojnë dollarin me burimet e tyre natyrore.
E qartë, e qartë. Jo, ajo që duhet të kuptoj unë është dritan, që a do ta lejoj Rusia këtë... Po kjo është kjo lufta që po ndodh, pra, për këtë jemi në këtë luftën. Edhe njëherë hartën regjia ku ishte Trumpi. Për këtë jemi në këtë luftën. Pra kjo është ajo lufta e madhe, por të gjitha këto... Lufta e madhe që po ndodh bëhet vetëm për këto. Po, për arsye se edhe për Rusin, edhe për Kinën, por edhe për Amerikën, Irani është çelësi kryesor, strategjik i gjithçkaje. Është ai që ruan zemrën e tokës. Por Iranin është për Kinën dhe për Rusin, Irani është çelësi kryesor strategjik, kurse për këtë edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës është çelësi kryesor për të kontrolluar Kinën, Rusinë dhe për të mbajtur ato në ashtu. Faleminderit regjia. Po. Pastaj vim te luftë te katra e cila ka të bëjë me luftën e pikpamjes. Këtu kemi kjo lufta e pikpamjeve botërore që kemi deri tash ne folëm për këto çështjet ekonomike, nevojat ekonomike të mbajtjes së piramide. Por e gjithë kjo luftë që shohim këtu ekonomike dhe që ndodh edhe në terren, pra me luftra konvencionale, shoqëruar me luftra konvencionale dhe me përplasje konvencionale. E gjitha ka të bëjë me teori eskatologjike fetare. Në çfarë kuptim? Pra është një luftë fetare e disa mijëra vjeçare, në kuptimin që kristianët në Amerikë, pra të krishterët në Amerikë, po, janë të bindur në një profeci fetare tyre që në rast se ata realizojnë Izraelin e madh, pra në momentin që realizohet Izraeli i madh dhe forcohet shteti i Izraelit të madh, do të zbresë në tokë Jezu Krishti. Po. Kjo është profecia e krishterëve. Po. Vim tek profecia e jahudive, e çifutëve. Ata thonë që në momentin që realizohet Izraeli i madh, në momentin që forcohet shteti, në momentin që ndërtojmë tempullin e tretë, pra, të tyre, do të zbresi Mesia në tokë. Mesia i tyre, i cili nuk është Jezu Krishti, pra ata kanë tjetër Mesi, ata nuk e shohin Jezu Krishtin. Ndërsa për iranianët dhe për gjithë botën tjetër muslimane, por që aktualisht po mbështeten iranianët, kjo gjë është që në rast se Irani i përballet pra këtyre Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, i përballet kësaj profecie të tyre, pra që të bëhet shteti i madh i Izraelit. Dhe në rast se këta pengojnë shtetin e madh të Izraelit, duke financuar dhe duke ndihmuar çdo lloj veprimtarie tjetër në rajon që e pengon të siç janë Hezbollah, Houthit, Hamasi, çdo kush tjetër që pengon këtë rritje, do të çojë në një përplasje rajonale e cila do të sjellë, pra profecia e muslimanëve është që do të vijë Imam Mehdiu. Po. Pra, të treja palët. Po përplasen në këtë gjeopolitikë globale. Në sfond është narrativa është eskatologjia fetare. Pra të tre bëjnë, sepse të tre janë të bindur që në rast se kjo do të zbresi i dërguari i Zotit në tokë, njëri nga dërguarit e Zotit në tokë, për secilin. E qartë. Dhe amerikanët mbështesin Izraelin në këtë gjë, pra në çfarëdo lloj që bën Izraeli atje mbështesin në mënyrë që ta përdorin Izraelin dhe janë duke përdorur, prandaj dhe lufta 12 ditore është lufta amerikanëve pavarësisht se bën izraelitët. Izraelitët po vazhdojnë ato të tyre se po bë kjo do zbresi Mesia tyre dhe iranianët vazhdojnë tyre. Pra jemi në një luftë mijëra vjeçare fetare, tashmë e kamufluar në këtë aspekt dhe të gjithë krishterët e tjerë, pra këtu kemi edhe rusët të cilët po përfitojnë nga kjo për të përmbysur këtë piramidë. Dhe takimi i Trumpit me këto vende është në këtë aspektin për të bërë këto vende në fillim aleatës së Shtetit Amerikës. Kjo nuk do thotë që këto vende do hapin baza amerikane ose diçka tjetër. Po thjesht në aspektin tregtar, pra për të fituar, pavarësisht se marrëveshjet e bëra janë marrëveshje jashtë logjikës dhe të parealizueshme deri më sot, pra dhe nuk mund të realizohen, sepse ato investime që ato vende premtuan që do të bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës i kalon me 10 deri 15 herë GDP-n e këtyre vendeve, pra kapacitetin e tyre, edhe tregtar, pra është e pamundur ndodh, por ama qëllimi është marrja e lëndëve të para, burimeve natyrore, të cilat ka interes Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk do të thotë që këto vende nesër do ndërpresin këtë rrugën e Mëndafshit dhe të gjithë rrugët që shkojnë. Po kanë qenë dikur, domethënë pjesë e rrugës e korridorit rrugës Mëndafshit. Vazhdojnë të jenë edhe tashmë, pra nga Kina shkojnë në drejtim të Rusisë dhe shpërndahen në drejtim të Iranit dhe të vendeve tjera. Pra nëse mbani mend neve në një emision shumë më hershëm më parë kemi folur për ekurrudhën që është ndërtuar nga Kina edhe shkon drejt Iranit, pra kalon në Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan dhe zbret poshtë në Iran. Ka mbaruar ekurrudhë e re. Pra pavarësisht saj kjo është qëllimi, pra nuk është qëllimi i futjes së bashkuar, pra qëllimi është që të krijohet një aleancë dhe nesër në rast se arrihet të rrëzohet qeveria në Iran. Me këtë aleancë, atëherë kjo aleancë futet direkt. Prandaj çelësi është Irani. Këtu ndahet Rusia me Kinën, kjo është përpjekje për të ndarë Rusinë nga Kina. Pra është përpjekje për të mbajtur njëra palë, pra nuk kemi një përplasje midis perëndimit dhe lindjes në aspektin perëndim dhe lindje. Themi,
kemi një përplasje fetare midis këtyre vendeve, pra për interesa fetare të disa vendeve të caktuara, të muslimanëve, të jehudive dhe të krishterëve. Po duhet pranojmë që këtu lidhet lindja me perëndimin, këtu është lidhur historikisht. Është ai drejt këndshi. Absolutisht, dhe këtu kemi atë problem të madh që kur kemi udhëheqës, lider, quhen se duash, të cilët mendojnë se me veprimet e tyre mund të përshpejtojnë ardhen e një profecie ose mund të sjellin një profeci, atëherë veprimet e tyre bëhen të pakontrollueshme dhe të rrezikshme. Kur nisen nga narracione të tilla. Ndërkohë Dritan mbetet në bisedat e tyre. Ajo çfarë ishte interesante ishte se në bisedat me Trumpin, udhëheqësit e këtyre vendeve flisin rusisht. Po pikërisht pra. Pikërisht, a do ta lejoj Rusia largimin e tyre, po ky është. Unë e shoh pra, shikoni, futja në këtë aspekt ka të bëjë me atë lojën e Rusisë, që Rusisë nuk i prish punë marrëdhënies së Bashkuara të Amerikës me këta, pra kjo marrëdhënie tregtare, sepse kjo fuqizon këto vende të cilat bëjnë pjesë në këtë vendën e burimeve natyrore. Po. Pra, dhe kjo ndihmon në ndryshimin e piramidës. Kështu që Rusisë intereson po thua. Rusisë intereson një farë mënyrë kjo marrëdhënie, po deri në këtë pikë. Pra nuk intereson pastaj marrëdhëniet e tjera, pra nuk mund të kthejnë këto vende në baza ushtarake. Sepse në kthehen në baza ushtarake të Amerikës, atëherë do të kishim një sulm rus në këtyre vendeve siç ndodhi në Ukrainë. Pra njëjta gjë. Pra këto as mund të bëhen anëtarë të NATO-s, as nuk mund të bëhen baza ushtarake të NATO-s. Po, Azerbajxhani me shqetësova unë kishte, domethënë, Azerbajxhani ka filluar, nuk e ka sot, Azerbajxhani prej vitit 1994 është pjesë e partneritetit për paqe, pra nuk është se është diçka e re. Azerbajxhani në 2008 ka bërë edhe është bërë pjesë e sistemit mësimor ushtarak të NATO-s. Dhe ka filluar me kohë ndrimin e pajisjeve të veta ushtarake duke bërë ato me standardet e NATO-s, po kryesisht pavarësisht se i quhen standardet e NATO-s, ato janë standardet turke. Pra çdo lloj armatimi dhe municioni që është duke marrë nga Turqia. Dhe duke qenë se Turqia është NATO, ata e konsiderojnë këtë standard NATO, por realiteti është që janë standard turk dhe jo standard NATO. Pra ashtu se deri më tashti, të gjitha armatimet dhe municionet turke nuk shiten në asnjë vend tjetër të NATO-s, po i përdor vetëm Turqia. Pra nuk ka asnjë, nuk i blen. Pra nuk është se një standard i NATO-s, është standard turk brenda NATO-s, por shitet si standard NATO. Dhe kjo nuk ka asnjë lloj problemi në këtë aspekt. Pra në armatosen, në ndrimin e këtyre armatimet, kjo do të sjellë një ndryshim në strukturën ushtarake të Gjeorgjisë, të Azerbajxhanit. Aktualisht Azerbajxhani ka strukturën ushtarake që kishte Rusia përpara fillimit të luftës në Ukrainë, e ka të bërë me regjimente gjitharmshme. Dhe tashmë struktura e NATO-s nuk e njeh regjimentin gjitharmshëm. Struktura e NATO-s njeh brigadën. Dhe kështu do të kemi ndryshimin e kësaj strukture nga regjimente në brigadë. Kjo nuk i prish asnjë punë nesër Rusisë, sepse të gjitha llojet e armëve që ta kanë, që do të marrin, dhe gjithë kjo strukturë në brigada u testua në 3 vite gjysmë në Ukrainë dhe dështoi. Dhe tashmë Ukraina çka ka bërë, duke parë që ky sistemi i NATO-s, sistemi strukturor i NATO-s, në një luftë me një vend si Rusia, e cila ka ndryshuar sistemin e saj me fillimin e luftës nga regjimente ka kthyer në divizione në armata, pra është e pamundur që ti të luftosh me brigada, sepse Ukraina kishte me brigada, dhe Ukraina ka filluar prej këtij viti, prej vitit 2005, ka filluar ndryshimin e strukturës së saj duke e kthyer në brigada, duke e futur në sistemin e armatës dhe korp armatës, pra korpusit, duke krijuar armatat dhe korpuset. Është për t'u përballur luftës me Rusinë, pasi Rusia ka korpuse armata, korp armata dhe pastaj vjen brigada edhe batalionet. Por bërja kjo në mesin e luftës është një veprim i cili nuk ka të rezultuar të jetë i suksesshëm, pra nuk mund ta bësh atë në mesin e luftës, plus ka edhe probleme për varësinë e komandimit në këtë aspekt. Dritan, po të rinë tu, mbetet Irani krye objektivisht edhe të Bashkuarat e Amerikës. Ndaj, domethënë pritet që dhe mbrëm kishim sërish sulme, gati për ditë kemi sulme të Izraelit ndaj Hezbollahut në Liban, ndaj është rritur retorika, le themi, e një mundësie për të goditur sërish Iranin dhe për thelbi është për të rrëzuar qeverinë e Iranit, dhe kjo është pak a shumë ajo që kjo është arsyeja. Absolutisht. Pra, si e shikon fatin e kësaj përplasje, sepse duket përplasje ku ndërlidhen interesat ruse, interesat kineze, interesat amerikane, është një geopolitike shumë e rëndësishme. Por që nuk të mund të ndryshojë, pra të ka marrë rrugën e saj për të vajtur drejt tim multipolaritetit cilin kanë ofruar rusët dhe kinezët, pra kjo pasaj piramidës tjetër, dhe po shkojmë drejt asaj piramide. Pra është e pamundur që kjo piramidë të qëndrojë, piramida aktuale e drejtuar vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra vetëm në një vend,
Pse nuk mundet SBA ta rrëzojë regjimin e Iranit, është e pamundur ta rrëzojë regjimin e Iranit me të gjitha format dhe metodat e saj. Ti çdo lloj regjimi për të ndryshuar dhe për të vendosur je detyruar të futësh trupa në ushtari është ai në këto 3 vjet e gjysmë të luftës në Ukrainë është vërtetuar ajo që ka qenë prej fillimit të njerëzimit kur kanë filluar të krijoheshin detet e para dhe formacionet e para ushtarake që ushtari është baza e luftës. Pra, sado që të jetë teknologjia, çfarë lloj teknologjie që të kesh, çfarë lloj kapacitetesh teknologjike që të kesh, ushtari është ai që bën, po nëse nuk hyn ushtari mbetet çelësi i luftës, po nëse nuk hyn këmbë e ushtarit ta marrë territorin në kontroll, pra atë vend në kontroll, atë diçka që ti pretendon se e ke mundur e ke ashtu, atëherë ti nuk ke bërë asnjë lloj ndryshimi. Ti mund të rrëzosh, atëherë ky quhet objektivi i paarritur. Pra në rast se ti e rrëzon për një moment, mund të vrasësh kryetarin e qeverie, pjesa që mbetet do të jetë një kryetar tjetër siç ndodhi në Iran. Pra u vran disa komandantë, u zëvendësuan brenda 24 orë me disa komandantë të tjerë. Po. Por në rast se ti çon ushtarin atje të ti vendos njeriu tënd dhe ti e mbron, pra ti nuk ke asnjë mundësi që njerëzit e tu të vendosen atje sepse s'ka kushtim mbrojë njerëzit e tu. Prandaj ushtari ka mbetur dhe edhe në këto 3 vjet e gjysmë luftë në Ukrainë kemi parë që ushtari është baza kryesore e luftës. Pra është ai thelbi i gjithë luftës. Gjithçka sillet rreth ushtarit. Çfarë do lloj teknologjie të prodhosh, çfarë do lloj kapacitet ushtarake të kesh, baza është ushtari. Pra numri i bajonetave që ti ke. Prandaj edhe vendet sot e kanë të pamundur. Prandaj rusët e kanë kuptuar këtë dhe e kanë bërë ushtrinë e tyre në 3 milion. 1,5 milion ushtri aktive, 1,5 milion rezervist. Para 2 muajsh kanë bërë një ligj të ri, të posaçëm për rezervistët, të cilëve deri më sot ligji rus nuk i lejon të rezervistët që të bënin shërbim jashtë territorit rus. Ndërsa tashmë, me ligjin e ri, ata do të bëjnë shërbim 2 herë në vit jashtë territorit rus për nga 1 muaj, por jo në detyra luftarake. Pra, kjo do të thotë që tashmë rezervistët rus do të paraqiten për të bërë atë shërbimin që bënin 2 herë në vit nga 1 muaj dhe do të vënë edhe në Ukrainë, por do të bërë detyra të tjera, pra detyra plotësuese, detyra logjistike, detyra po jo në vit të parë. Dhe kjo do thotë që ata që ndodhen sot në detyrat logjistike, pra do të rritet numri i këtyre, në rast se ti ke nga 700.000 forca në Ukrainë që po luftojnë 750.000 forca ruse, nga këto 250.000 janë forca luftarake, pjesa tjetër janë forca logjistike dhe mbështetëse, atëherë duke zëvendësuar këto forcat logjistike dhe mbështetëse që janë aktualisht në Ukrainë, pra ti shton forcave luftarake edhe 400.000 forca të tjera, 500.000 forca të tjera, të cilat zëvendësohen nga këta rezervistët, të cilët krijojnë ekspertë. Pra, ka kuptuar që baza është ushtari, prandaj ka arritur këtë numrin në 3 milion. Dhe me një komandë unike. Asnjë vend i NATO-s, as NATO nuk ka kapacitet dhe as komandë unike. As Shtetet Bashkuara të Amerikës vetë nuk kanë komandë unike. Dakor, Dritan, po, ajo që po mendoja është, kemi folur këtu për një projektin Turan, që paga shumë nën kuptonte një influencë të Turqisë në këto vendet që mbarojnë me stan, në fjalave në Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Taxhikistan, në të gjitha këto vendet paga shumë kemi folur që ka një projekt ku Erdogan po investohet jashtëzakonisht shumë. Nëse, domethënë, duket sikur Turqia, Rusia, Kina, Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten domethënë të orientuara drejt kësaj që është realisht Azia qendrore. Turqia ashtu e ka parë këtë që gjithë çështja bëhet për kontrollin e burimeve natyrore. Domethënë kush kontrollon burimet natyrore, ai mund të kontrollojë piramidën e drejtimit botës. Pra, mënyrën e menaxhimit të tyre. Dhe Turqia ka parë që kjo është lufta, pra lufta që zhvillohet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë edhe Kinës është për këtë kontroll, pra për bazën qendrore të botës, për tokën. Dhe Turqia ka menduar të hyjë si pjesë e kësaj duke shfrytzuar këtë projektin Turan të vendeve turqisht folse, pra konsideron vende turqisht folse, dhe në momentin që konsideron vende turqisht folse, pra të bëhet objekti kryesor nesër, interlokutori kryesor i këtyre vendeve i perëndimit me këto vende në cilat kërkon të hyjë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë po hyn direkt, pra. E kanë mënjanuar Turqinë nga kjo. Turqia është duke bërë të njëjtën gjë që po mundohet të bëjë në Iran, në Siri. Pra duke në Siri Turqia po mundon të marrë primarin e vendeve sunite, pra të sunizmit në Siri, kurse këtu po mundohet të marrë primarin e kësaj lufte ekonomike që zhvillohet në terren midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës që zhvillohet në Iran nëpërmjet Izraelit. Pra duke hyrë në këto vende, atëherë interlokutori kryesor i këtyre vendeve dhe midis Amerikës të jetë Turqia. Pra po mundohet të japi vetes një fuqi, pra ta kthej veten në një interlokutor të fuqishëm në këtë rajon, por që shumë vende tjera nuk, pra kryesisht anglezët dhe amerikanët
nuk e preferojnë këtë gjë. Për këtë arsye dhe direkt ndërhyrja e Shtetit Amerikës me këto shtete e lë Turqinë jashtë kësaj loje. Dakor, Dritan. Ndërkohë, kjo shpjegon pak a shumë edhe luftën në Ukrainë, se lufta në Ukrainë është hapur, lufta në Ukrainë është bërë me qëllimin lufta në Ukrainë është nxitur me qëllimin që Rusia, perëndimi e kishte të qartë që Rusia do ta sulmonte Ukrainën, sepse disa herë për 2007 se ka bërë të qartë hapjen e NATO-s në këto vende, pra ka bërë të qartë që në rrethinat e saj nuk do të ketë asnjë vend i cili do të bëhet pjesë anëtare NATO, pra në këtu përfshim edhe Azerbajxhanin, i cili është në kufi, pra as Armenia, as Azerbajxhani, as Uzbekistani, as Turkmenistani, këto nuk do të jenë pjesë e NATO-s, nuk mund të bëhen pjesë e NATO-s në asnjë moment.